Welcome to Mallorca, dear guests. Please remember. Thank you. Okay, these for 2 nights? Yes. And half pension, so you have breakfast and dinner? Yes. I think we will play with the doors. Refreshing. Da? Ja. We are here! Sa po kemi mbaritur në hotel, jemi, si që keni kuptuar, besoj dhe nga titulli, në Mallorca! Yay! Palma de Mallorca! Girls trip, edhe pse jemi vetëm 2 goca, kishim planifikuar 4 goca, por duke qenë se kishim kohë që kishim planifikuar këtë udhëtimin, rrugës ndodhen punë dhe gjëra të tjera për vajzat tjera, kështu që ne nuk hoqëm dorë, apo jo Ajli. Edhe vendosëm dhe vendosëm të vinim ne të dyja. Por ne përshëndesim shumë goca që na mungojnë që tani, edhe do donim shumë që t'ishim bashkë me to, si që planifikuam në fillim fare, por ato do shikojnë këto videot dhe bashkë me ju do kënaqem me pamjen e sa bukur. Oh my god. Ky është dhe resorti ku ne do qëndrojmë këto ditë. Këtu kemi plazhin që ka një pamje fantastike, ujë rëra, tipik plazh për Mallorca, Palma de Mallorca. Dhe këtu është pjesa e pishinas, që jo pak njerëz janë, që është e vërteta, ku do i bashkohemi shumë shpejt edhe neve. Hoteli jonë është gjigant, ka këtë pjesën këtu dhe pjesën që ne jemi, është shumë i madh dhe shumë i bukur me vibe-in fix të Palmës. Unë jam vesh trash dhe filloj vapa. Përpara se unë të zhvishem, të ndrohem edhe të heq këto veshjet e aeroportit, janë shumë të trasha për këtu, më thënë të drejtën, t'ju tregoj pak dhomën, edhe përpara se ta bëjmë rëmuaj, si që ndodh. Ç'është kjo shumë? Mos është ndonjë alarm zjarri? Joni nuk është. Nuk është joni, po mund t'jetë komshiu. Të zbuloj. O zot, ja pushoj. Ka qishtë. Oroj, mos t'jetë diçka e keqe. Të rikthehemi aty ku e lam. Okej, fillojmë aty ku e lam. Kemi pak dhomën. Dhoma fillimisht duket e pastër. E bollshme, mjaftueshëm për ne të dyja. Kemi këtu 2 krevata që i kemi të bashkuar për çiftin mua njalti. Këtu kemi një pasqyrë që duket total body. Edhe këtu kemi garderobën. Është pak si e futur kjo garderoba, nuk e di se sa bukur do na dalin veshjet këtu, por bukur do dalin. Këtu kemi zonën e tualetit, dushi, tualeti, lavamani, shqyqy që e kemi këtë lavamani kështu të hapur, vendosim make-upet. Do zihemi Ajli, kush do mbajë pasqyrën më përpara. Në fakt, di çfarë është këtu se mund të vendosim make-upet, kemi të pasqyra, njërin te tjetri, nuk të zihemi. Yay! Pas kemi një tjetër këtu. Gjithsesi, ne përfituam nga rasti, në aeroport kemi bërë make-upin të dyja, duke qenë se kishim 2 orë pritje te aeroporti Frankfurt. Kështu që jemi gati, thjesht për të ndryshuar veshjet, për të përzgjedhur outfitet e ditës edhe për të shijuar ditën e parë në Palma de Mallorca. O zot, entuziazmi e ka fajn. Mund ta bëj për natën. Do ta kishim menduar këta edhe për mua.
Cheers. Me qaj ke marrë një herë, ne të rego. Janë 4 shija. Biskot, stracciatell, pistake dhe lime. Kjo ishte lime. Përvoj e ti cilat pëlqen. Me lërë. Lime ishte super. Roj, kur bëllim pra kulore, e mëra me limon. Të në të përme. Iu, që shkjo kulore? Si e hanë të këtë? Ska që vaj. Sa me ka biskot? S'me ka. Ku je ti, mama? Mama? Beki? Ku je? E ka marrë vetin e tonë. O shpirt. Koroj. Gati për darkën. Tarararam. Për të dalë, se kemi ngrënë. Por që të dalim, të eksplorojmë darkën këtej nga Dageon. Pëlqej si e tjeri. Love Kjo është më bukur që të shikoni. Shikoni pak detajin këtu. Kam një tjetër. Një. Dy. Dy. Dhe shikoni sa bukur duket. Rrotullo, Unë do e rrotullo. vishe me taka, po jam shumë rehat me këto dhe unë nuk do t'i ndryshoj, duken shumë bukur, kombinoj. Dhe jam gati. Ja njerëz, merrni një set, jeni gati, nuk është e lodheni shumë. Themi natën tani, jemi kthyer në dhomë, po ngjot muzika se na kap copyright-i nëse ngjot muzika. Kishte një super muzikë të mirë aty poshtë, edhe kërcyem, u dëfryem, u kënaqem. Unë qitëm lart tani, jemi lodhur se normalisht jemi zgjuar në orën 2. 2, po. 2, edhe kemi udhëtuar gjithë natën. Kështu që jemi pa gjumë, duhet nesër pushojmë pak se do nisim ditën. Këtu, edhe ja. Ta duhet pushojmë, ta duhet kthejmë gjumë. Ikem tani se s'po dim as çfarë themi më. Natën e mirë. Shihemi nesër. Bye bye. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa kam pa sy. Dhe ai është me kamerë në dorë. Mirëmëngjes. Ajle. O zot, tërgo pak sa kemi fjetën. O zot, nuk e tregoj se na vjen shumë turp. Më vjen shumë sot. Po normal s'kishim pas, ishim pa gjuhën. Por tani u zgjuam dhe do i marrim maksimumin ditës.
Tregoj pak Do zbresim jashtë. njerë ta mëngjesin. Ja të kafja. Je gati. Edhe fruta. Vetëm kaq. Asgjë tjetër s'kemi ngrënë. Nga një tjetër dyshe. Sa jo para nuk është më. Të hapë sy. Jo. Ne kemi bërë këtë make-up shpejt. Nuk filmuar me, ishte më shpejt. Edhe Kështu s'kuzgjosh po në tonë. po dalë. Sa bukur të ka këto. Kështu. Jemi bërë 2 vlogere. Njëra ka qenë. Si që kuptohet, kemi ndryshuar dhe veshje, ky është fustani djetë, jam një djetë, momentalisht, edhe djetë ka jashtë, edhe djetë ka bërë. Hola. Hola, chicas. Vamos. Alda. Let's go, baby. You have here charger. iPhone charger? Yes. Did you connect it here? Yes. Let's go home. Është ku bën malli duket me sa shoh. Qofse Ky restoranti që kemi ngrënë darkën sonte na ka rezervuar super mjet. Por urojmë shkojmë gjallë. qofse na rrëmbejnë sot. Ju s'do shihni kur këtë video. Po, nëse ju shikoni këtë video, është të shku mirë. Kemi shku në hotel, jemi gjallë. Se e fusim kësë, është mirë, komode duket. Për të fletë gjumë. Ishtë në shtrik të se ndilje të se bagazhi është bosh. We're almost here. Po diskutosh një
Faleminderit me Altën. Shoj me zi më presin inspiration. Edhe të puthim kokë. O, zot, besoj gjatë ke zhurma. Jo. Gjatë, sigur. Mash. Nga ka bërë shosi. Si traget. Ua, fix fare. Zëri si ishim traget. Një orë gjysë më. Shumë largë. Nuk na besoj që kena shku kaq largë për një darkë. Nice. Eksploruam qytetin. Pak çmendur. Shumë bukur. Love it. Shumë bukur. Oh, Tani që mendoj. që kanë akuzuar të shuar këtë njerëzit këtu. Duke pirë sangria. Arriti. Yay. Rash. Po ke lula këtu çdo tani. S'kemi harruar në një gjë. 5 and 8 euros. Oops. Hajde, princess. Nga limuzina. Shqipe mos harrove në gjë. Nice. Rroza mbyllën në limuzina. Se mos bret me na mbyll derën dhe me na hap. Shi, për të luksin. Qa bërëm tani se dija se qa kishte rezervu restorant për ne. Ne pranuam fatin e tillë dhe pranuam. Çfarë ftohtë. Në ky ftoti, në fletë gjumë, të gjitha. Unë do me thëmë se. E marrë foto? Ikëm. Të dhe. Number 1. Outfit of the night. Oh my god. Outfit of the night. Kam përfunduar me këtë këmishëm, në që ishte ftohtë. Okay, let's go. Go. Dun. Mirë mëngjesi, ne jemi zgjuar, sot jemi zgjuar ka ora vetët sa. Tani duhet bëjmë gati që të zpresim poshtë për mëngjesin se do mbyllet për pak, normalisht se jemi vonë. Por që kemi shijuar të gjumin, base nga që jemi lodhë të ditë, edhe jo vetëm unë, po Ali ka fjetur më tepër, apo jo. Por që, okej, ndoshta është krevati Ali? Që të dyja, jo gjumë që kemi bërë nuk ditë e them. Ndoshta nuk është ai krevati më i mirë i mundshëm, siç mund të ishte në Dubai për shembull, por është i krevat që të vë në gjumë. Kjo ka rëndësi. Mbase këto spanjollët i kanë këto pushimet shumë të rëndësishme dhe e kanë bërë krevati me një energji që ti të flesh gjumë edhe të pushosh për ditën. Okej, të plazhi ka dalë dielli, sa bukur duket. Te piscina është gjysëm diell. Tani nuk e di si e kemi planin sot, është e vetmja ditë pa plan. Thjesht do mundohemi si ditën fundit të marrim më të mirën nga kjo hapësirë që ne na jepet. Edhe është pak ftohtë, në fakt. Mëngjesi dhe darka janë ftohtë. Thjesht kur bie dielli, edhe gjatë drekës është vapën, thënë djersit ose bie dielli dhe ti merr shumë rreza. O zot, më frysyt. Sa po flisja me Rogertin, me Bekin, me Rojnë, o zot, me ka marrë malli, po jo si herën e parë në Dubai, që është e vërteta. Fakti që është Rogerti atje, më bën që ta shuaj mallin, edhe pse më merr vetë mua, po është ndryshe. Por e di që nuk ka asnjëri nga ne.
Djeta jo mungesa, edhe mendoj se nuk e di, kam qenë paktën më qetë këtë herë, kam pushuar. Nëse Rogeti shikon këtë video thot, ok, nuk ishte pushim ai me mua. Por jo, fakti që fëmijët i kam sigurt, i di që Rogeti Roj bë shumë pas Rogetit dhe Rogeti rri gjithë kohës në kokë edhe jam e sigurt për këtë dhe ndjem më çlirë të më përshijuar këto pushimet. Jemi kënaqur shumë, aq shumë sa jemi munduar të filmojmë. E sigur që s'kemi filmuar çdo gjë që ne kemi përjetuar këtu, është pamundur, por jemi munduar. Të paktën gjërat më të bukura, momentet e bukura kemi filmuar, edhe po që janë ndryshe këtë herë. Këto pushimet ishin pak ndryshe. Do dënim shumë të ishin dhe 2 gocat e tjera, do ishte vërtet një pushim i paharruar, se sa më shumë të jesh, aq më shumë fan bën. Kalon bukur, gallata, por një herë tjetër, se normalisht para janë problemet që dalin, pushimet janë gjëra qefi, kështu që llogariten për momentet bukura, edhe kur dalin probleme rrugës, normalisht që ti do t'i bësh skip. Kështu që janë gjatë pranueshme goca që nuk u bashkuan me ne, por i përshëndesim, të donin vërtet ishin, por s'ka gjë herë tjetër të bëhemi të 4 bashkë dhe të udhëtojmë. Mbasi jo në Majorka, por ka vende plot të bukura, kudo. Greqia, Italia, gjithandej. Je gati? Yes. Të presim. Fruta. Renfoncement avec des barrettes, des échelles pour descendre les dormes, les plafonds. Et le plus connecté. La poubelle, elle est... À la fin, Another day, një ditë tjetër, një breg tjetër i ri. Kemi gjetur një super vend, është unik, e kemi vetëm për vete, kemi një super pamje, fantastike, edhe po e shijojmë maksimum, nuk e di. Oh my god. I love you, Spinny. I love you. Shumë bukur. Kemi marrë në supermarketi disa gjëra. Kola, papaja, duke shumë e lezetshme. Kemi marrë patetina, po mundohemi të marrim një papaja. Yummy! Edhe një pako tjetër patetina. Po mundohemi të marrim çdo gjë që nuk e kemi në Shqipëri, t'i provojmë, edhe t'i themi bye bye dietës. Derisa të themi, se kur themi, të gjitha këto gjëra që kemi ngrënë të pisa s'ka më. Po kalon një super jatë. Edhe si duke ndaluan për ne. Ballerina, cappuccino, mini.
spektakl.